Iglitako dhe Lajert Vasili kanë qenë në një konferencë para banorëve për të diskutuar rreth asaj sepse meritojnë finalen. Banorja ju përgjigj pyetjes që ju parashtrua nga Loredana Brati, që nuk ka pasur ndonjë qëllim specifik për këtë lojë. Ajo theksoi se qëllimi i vetëm ka qenë që të mos e dëmtonte gjestin, për të cilin ka shprehur se ka ndjenja. Nuk kam pasur një qëllim specifik në këtë lojë që mund të mjeti të justifikonte. Qëllimi im ka qenë që ai djalë të mos dëmtohet, të paktën nga ana ime, tha ajo. Egli po ashtu bëri me dije se ka akoma ndjenja për këngëtarin Pejan dhe se nuk hyri për ta sulmuar. Vazhdoj të ndjej akoma për këtë djalin dhe kaq, ka qenë përgjigje e shkurtër dhe e prerë e Eglit. Gjesti nga ana tjetër ja ka bërë të qartë se nuk dëshiron të luajë me të dhe se nuk ndjen. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.